monolog këta nuk na undan kur. Këta nuk na undan kur. Edhe kur nuk ekzistojnë i krijojnë vet. Dikur i quajtën armiq, i futën në burgje, i torturuan, i zhduken pa mëshirë. Sot nuk kanë nevojë për burgje. Sot kanë një mjet më të sofistikuar, iluzionin. Na thonë, erdhi demokracia. Na dhanë votën, por na morën fuqinë. Na lanë të zgjedhim, por jo të vendosim. Në komunizëm, pushteti ishte i pak njerëzve që flisnin në emër të popullit. Sot, është i pak njerëzve që pasurohen në emër të popullit. Ndryshoi emri, por jo loja. Demokracia nuk është teatër, nuk është fasad. Nuk është kartë votimi që hidhet një herë në 4 vjet dhe harrohet. Demokracia është pushtet. Dhe pushteti ose është i popullit, ose nuk është fare demokraci. Sepse në fund, nuk ka rëndësi çfarë quhet një sistem. Rëndësi ka kjo. Kush vendos? Kush përfiton? Dhe kush paguan çmimin?